Mirë se erdhët, është pjesa e tretë. Kemi përmendur para shumë temën që do të trajtojmë në këtë pjesë me mjekën toksikologe Alda Hoxha Thoma. Mirë se erdhët, pedagog ashtu në Universitetin e Mjekësisë. Kënaqësi që ju kam në studio. Përshëndetje, kënaqësia ime. Për të trajtuar një temë e cila është tërësisht informuese mbi atë çka ne konsumojmë çdo ditë, përdorim çdo ditë. Jemi të rrezikuar në çdo moment nga produkte, detergjent, ushqime, plastika, lodra, gjithçka që na rrethon, nuk ja dim, si të thuash pak a shumë, rrezikun apo toksin që lëshon dhe se si duhet të mbrohemi nga kjo gjendje. Jemi vërtet kaq shumë të rrezikuar për ditë? Në fakt, me industrializimin e jetës tonë, në çdo aspekt të jetës, ne jemi shumë të rrezikuar nga çdo gjë që nga ambienti ku jetojmë çdo ditë në përbanesa, në rrugë, në për ambientet e punës apo të shkollës, fëmijët e tjerë me radhë. Thuhet që ekzistojnë rreth 25.000 lëndë të ndryshme që na prekin lëndë të ndryshme toksike, që na prekin përditshmërinë tonë të jetës. Që nga uji, që nga buka, që nga ushqimet që konsumojmë, produkte që blejmë nëpër markete. Mendohet dhe llogaritet që 3/4 të produkteve që shiten nëpër markete dhe supermarkete kanë në përbërjen e tyre lëndë toksike. Pra me rritjen e konsumit ne jemi akoma më shumë të rrezikuar. Dalim tek ajo shprehje që diskutuam edhe para emisionit që ishim më mirë, më pak të rrezikuar kur ishim më keq, kur nuk kishte kaq shumë konsum. Pra ideja është këtu që produktet neve kemi parë që pothuajse çdo gjë që shitet nëpër markete dhe supermarkete tenton që të shitet e paketuar. Duke qenë se është rritur dhe numri i popullsisë në botë, është rritur shumë dhe konsumi, kështu që me këtë ide ka ecur dhe shtimi i produkteve që të mbushin dhe të ngopin gjithë të popullat konsumatore të madhe. Për të ngopur gjithë të popullat, janë shpikur metoda të ndryshme, disa për të cilave janë toksike, një pjesë shumë e vogël ka ngelur jo toksike. Megjithatë, cilat janë produktet ose ndaj kujt rrezikohemi më së shumti në jetën tonë të përditshme? Ne në jetën tonë jemi shumë të prekur nga toksinat e ndryshme që vijnë që nga uji që pimë, përveç ujit të rubinetit, po themi, që nëse do ta llogarisnim që do ishte 100% i pishëm, por për faktin e ujit të blerë nëpër markete që shiten nëpër bidona, për faktin e bukës së blerë, do doja të ndalesha këtu në çështjen e blerjes së bukës, në faktin që vitet e fundit është bërë një nismë shumë e mirë. Dhe një debati më ka qenë për këtë temën e shitjes së bukës. Amballazhimin. Për amballazhimin e bukës. Është marrë një nismë shumë e mirë, në fakt, që është për të përgëzuar nga agjencitë kompetente për këtë çështje, të cilat vendosën që buka nuk duhet të shitej më e amballazhuar me qese, por me letër. Letra redukton shumë toksicitetin që mund të merrte buka nga shitja nëpërmjet qesave. Përveç ujit dhe bukës që janë mallrat më të konsumit përditshëm, neve rrezikohemi shumë nga produkte që blejmë në markete, nga orisi, nga makaronat, nga gjalpi, nga djathi, nga qumshti, kosi, të gjitha këto janë produkte që neve na prekin direkt në jetën tonë, në përditshmërinë tonë. Për shkak të përbërjes apo për shkak të formës? Amballazhimi pra apo përmbajtja është? Të dyja marrin pjesë në toksicitet. Si mënyra e prodhimit të këtyre, pra në gjithë hallkën e tyre të prodhimit, ashtu dhe në atë që në formën e amballazhuar, mënyra se si ato shiten, kushtet që ato shiten, kushtet e shitjes duhet të jenë tërësisht specifike, për mos lejuar bashkëveprimin e lëndës ushqyese që është brenda kutisë me kutinë vetë me substanca që ka kutina. Po gjithsesi, ne tani i bie që mos konsumojmë asnjë gjë, si ta zgjidhim? Përveç produkteve ushqimore, lista e përbërësve apo e produkteve të cilat na rrezikojnë për ditë ishte e gjatë. Pesticidet, detergjentët larës, ndalemi pak te detergjentët larës, çfarë do të bëjnë zonjat e shtëpisë, çfarë të zgjedhin? Ndryshe. Për pjesën e detergjentëve larës, unë do të thoshe që në detergjentët larës po të fusim të gjitha llojet e ilaçeve, pra duke futur që nga ilaçet për larjen e sobave, për larjen e pllakave, ilaçet që përdorin njerëzit për xhamat, ose shampot, ose pastat e dhëmbëve, ose produktet e kujdesit vetjak, shampot, patjetër, të gjitha këto në përbajtjen e tyre kanë lëndë toksike. Toksiciteti që vjen për këtyre, një pjesë për këtyre lëndëve kanë zbardhues, që zbardhuesit në përbërjen e tyre direkte kanë klor në përmbajtje. Klori vetë është një kancerogjen i fuqishëm. Çfarë duhet të bëjnë zonjat
kur mendojnë që do lajnë shtëpinë. Çfarë përmbajnë kryesisht? Se ishin ca emra të pakuptueshme si naftalina, fenoli, sodium, naftalina, këto janë të gjitha lëndë toksike që shprekin sistemin nervor qendror, shkaktojnë të fëmijët çrregullime të vëmendjes ose të hiperaktivitetit. Tek të rriturit shkaktojnë çrregullime renale, çrregullime të sistemit nervor qendror, periferike, të tjerë. Këto janë problemet pak më të thella, po të themi. Problemet fillestare që fillojnë janë që me irritimin e lëkurës. Që marrim përmes rrobave që veshim pasi kemi larë me detergjent? Jo vetëm me rrobat që veshim. Në momentin që neve jemi duke larë diçka në familje, për shembull, kontakti i parë është me lëkurën e duarve. Okej, detergjentët pastrues. Detergjentët. Që në këtë moment fillon irritimi i lëkurës që tregon që kemi një efekt toksik si pasojë e detergjentit. Përveç kësaj, shumë zonja mund ta kenë provuar që përdorimi i këtyre lëndëve, sidomos në ambiente të mbyllura dhe të paerosura, shkakton probleme me frymarrjen. Fillon një koll direkt. Kjo koll është shenjë toksike e prekjes së sistemit pulmonar, si pasojë e përdorimit të këtyre. Unë të sugjeroja shumë zonjat që në momentin që kanë menduar një ditë që do pastrojnë ambientet e tyre, sepse sigurisht nuk mund të rinë pa pastruar ambientet, do mendoja që të paktën ato duhet të largonin fëmijët nga ambienti ku po pastrohet, si dhe të mbajnë dritare të hapura, që të paktën të ajroset ambienti dhe mos lejohet akumulimi në hapësirën e brendshme të këtyre lëndëve toksike. Ato detergjent që kanë atë aromën e mirë, themi që kjo pas ka aromë të mirë edhe... Ajo aroma e mirë... Ajo në të mirë? Ajo aroma e mirë shumë e mirë. Ajo aroma e mirë shumë e mirë. Por që të krijohet ajo aroma e mirë, duhet të përzihen rreth 300 lëndë të ndryshme për të krijuar ajo lëndë. Dim neve se çfarë janë këto 300 lëndë që na sjellin neve këtë aromën e mirë? Nuk e dim, sigurisht që nuk e dim. Sigurisht që përdorimi i dorezave është gjëja e parë që mund të mendojmë, pa i prekur me dorë detergjent. Përdorimi i dorezave është një masë parandaluese për... Pa jo është në ajër, si thuash, pastaj. Është një masë parandaluese thjesht për kontaktin direkt me lënda toksike. Por unë thash që të gjithë këto detergjentët, përfshi detergjentët larës, detergjentët e rrobave, detergjentët e përdorimit vetjak, përveç se nga thithja direkt nëpërmjet lëkurës, ato mund të thithën fare mirë edhe nëpërmjet hundës dhe sistemit respirator. Kështu që problemet... Çfarë sëmundje shkaktojnë kryesisht, pikërisht nga toksikat e përditshme? Janë sëmundja më... Trupet frymarrjes kryesisht, apo... Sëmundja më, po themi, e rrezikshme, që shkaktohet si pasojë përdorimit të këtyre toksinave janë kancere të llojeve të ndryshme. Shumica e këtyre lëndëve të përdorimit vetjak akuzohen që përmbajnë lëndë të cilat janë kancerogjene potente, si në të rritur, si në fëmijë. Kështu që rekomandohet shumë që përdorimi i tyre të reduktohet në maksimum, pasi e dim shumë mirë që është e pamundur abandonimi plotësisht i përdorimit të këtyre. Mund të jetë një zgjidhje organike, si thuash? Kam dëgjuar që me uthull është një pastrues shumë i mirë i ambientit. Uthulla e mollës dhe soda e bukës janë dy element ose dy lëndë pa dëmtime, pa efekte toksike dhe që kryejnë funksionin pastrues mjaft mirë. Çdo ditë kemi sjellë në fakt këshilla të tilla. Se çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të pastroj uthulla, soda, ndaj janë këto këshillat praktike që na vijnë shumë në ndihmë. Në qoftë se fjala bie, rrobat nuk mund t'i lajmë plotësisht me uthull ose me sodë buke, pjesën e kuzhinës ose të ambientit ku jetojmë, mund ta lajmë mjaft mirë me sodë dhe me uthull. Pavarësisht aromës, të paktën është një aromë që nuk na dëmton. Nuk na dëmton, maksimumi aroma e uthullës mund të sjellë një irritim thjesht të mukozës së hundës dhe kaq nuk ka një problem më të madh se sa kaq. Dhe janë shumë herë më të sigurta në përdorim si për të rriturit, pra për neve, ashtu edhe për fëmijët që jetojnë në ambientet ku po përdoret ose ku po pastrohet. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Parfumet, pijet e gazuara, ëmbëlsuesit artificial, freskueset e ajrit, gjitha këto janë të destinuara të na rrezikojnë, si thua. Parfumet është e njëjta gjë siç përmenda për aromën që vjen tek rrobat ose te detergjentët që përdorim për rrobat. Edhe parfumet që përdorim neve për përdorim vetjak. Është e njëjta gjë pothuajse. Ka parfume, si thua, bimore, edhe këto janë të rrezikshme. Parfume bimore. Ideja është që neve duhet lexojmë etiketat e gjitha parfumeve. Çfarë duhet të lexojmë etiketa që na sigurojë? Ne duhet të lexojmë nëse nuk përmbajnë fenole, nëse nuk përmbajnë formaldehid, nëse nuk përmbajnë naftalinë, pra që të dimë që ato lëndët të cilat janë pjesë përbërëse e parfumit të jenë sa më organike të mundshme.
Tek ëmbëlsuesit artificial, për çfarë bëhet Të ndalohen që këtu të parfumet. A do ishte një mbrojtje e mirë nëse nuk do hidhnim parfum për ditë? Po, do ishte një mbrojtje shumë e mirë. Nëse nuk do hidhnim parfum për ditë, pra do reduktonin sasinë e toksinave që do merrnim nëpërmjet organizmit. Edhe sikur parfumin ta hedhim tek rrobat? Edhe sikur. Pa kontakt me lëkurën? Kontakti me lëkurën nuk është... Bëhet fjalë për persona që janë të varur, si të thuash, që preferojnë shumë ta përdorin parfumin. Kontakti me lëkurën nuk është domosdoshmëri për shkaktimin ose jo të toksicitetit nga lëndët e ndryshme. Nuk është domosdoshmëri. Pra unë i thash që përveç nëpërmjet lëkurës, të gjitha këto toksina thisen edhe nëpërmjet sistemit respirator. Kështu që është e pamundur që të ruhemi në rastin e përdorimit të parfumeve. Ndërsa, përsa i përket pijeve të gazuara... Pijet e gazuara, po. Pijet e gazuara dhe ëmbëlsuesit. Këto përmbajnë acid fosforik. Pijet e gazuara përmbajnë acid fosforik, i cili kur përdoret tek fëmijët sidomos, shkakton hipokalçemi. Hipokalçemia është një rënje e nivelit të kalciumit në organizmin tonë. Vetë hipokalçemia nga ana vetë shkakton shumë probleme të tjera të zhvillimit, po themi tek fëmijët, të zhvillimit të kockave dhe të dhëmbëve të tyre. Kështu që domosdo duhet të reduktohet maksimalisht përdorimi i pijeve të gazuara. Do thoshja që miku më i mirë i të gjithëve, përfshirë dhe fëmijët që janë akoma në fazën e tyre të zhvillimit, është uji. Uji. Sa më shumë të ujë të konsumojnë, aq më të mbrojtur do jenë nga toksinat të ndryshme. Jo vetëm për faktin që do eliminojnë përdorimin e pijeve të gazuara ose pijeve të tjera të dëmshme, por edhe duke pirë sa më shumë ujë, ne do eliminojmë nga trupi të gjitha toksinat që mund të na eliminohen, që mund të na akumulohen. Uji sigurisht që është një detoksifikues shumë i mirë. Po freskueset e ajrit, çfarë stimulojnë? Freskueset e ajrit përmbajnë naftalin dhe aroma të tjera, të cilat janë shumë kancerogjene. Tu përfshin dhe kondicionerët, në rastin e ngrohjes së ajrit apo? Jo, kondicionerët nuk futen në këtë grup. Kondicionerët toksicitetin që kanë thjesht si pasojë shpërndarjes bakteriale, ngarkesës bakteriale në ambient. Ngarkesës bakteriale, virale ose të alergenëve të ndryshëm që mund të na prekin. Por nuk futen në këto. Në grupin e tyre freskuesve të shtëpisë ose të ambienteve, futen të gjitha ato lloj pajisjesh që ne mbajmë në për ambiente, për ideja është për t'i dhënë një erë të mirë ambientit. Për këtë qëllim, pra aromatizuesit e ambienteve të përbashkëta të shtëpive. Të gjitha aromatizuesit është një njëjta logjikë si me parfumet dhe si me detergjentët. Që të ndjenin atë aromën e këndshme të ngjyrave të ndryshme që e toksicitet që ato shkaktojnë. E kuptoj. Do doja të ndaleshim pak tek bidonat plastik apo tek enët plastike, sepse askush nuk e di, besoj, ose pjesa më e madhe nuk e di që çdo shishe plastike, pavarësisht çfarë përmban brenda, ka disa shenja dalluese për llojin e plastikës së përdorur. Çka do thotë, nëse ne kemi një informacion që ta marrim prej jush për llojin e plastikës që jemi duke përdorur, atëherë ne jo vetëm që nuk do ta përdorim, por të paktën dimë se çfarë na rrezikon dhe që të mos e përdorim për herë të dytë apo herë të tretë. Pra, i kemi të gjitha shenjat edhe përmes fotove, për çdo bidon plastik që publiku do të përdor, duhet të njohë këto shenja. Shenja e parë është kjo. Tani do thosha unë pikë së pari, para se të fillojmë me klasifikimin e këtyre, do thosha që ekziston një klasifikim i përgjithshëm ndërkombëtar për sigurshmërinë, riciklimin e plastikave të ndryshme. Kjo klasifikim përbëhet nga 7 numra, nga 1 deri tek 7. Nuk do të thotë që nga 1 deri tek 7 renditja është në bazë të sigurisë apo të riciklimit apo etj. Por mund të thoshe fare mirë që meqense juve nxorët në figurë aty peten, mund të themi që është nga plastikat më të sigurta që përdoren. Po, pra me këtë shkrim, me këto iniciale, në çdo lloj bidoni, mendojmë që është plastika e sigurt. Më e sigurt. Më e sigurta. Është për të ndaluar, më e sigurta. Nuk ka plastik 100% të sigurt. Thjesht flasim për plastik, flasim më e sigurt apo më pak e sigurt. Kalojmë tek e dyta. Kjo është një lloj plastike që përdoret për shishet e qumshtit, ato shishet opake të qumshtit, për detergjentët, për çantat plastike do ishte shumë luks në fakt që se do përdoret HDPE për çantat plastike të plerave.
Është rrezikshme edhe PVC-ja dhe ajo tjetër PVC-ja, HDP-ja jo, nuk është e rrezikshme, pra konsiderohet e sigurt. Përdorim i sigurt. Asnjëherë, siç u thash, nuk kemi parasysh një qoftë themi që është i sigurt, por që pak të shkalla është e qartë. Bravo. Ndërsa për PVC-n, PVC-ja renditet ndër plastikat më të dëmshme për organizmin. I gjithë cikli jetësor i një plastike PVC është toksik. Pra, lexoj që është dhe tek lodrat e fëmijëve? Dhe tek lodrat e fëmijëve. Nëse ka PVC aty të shkruar është e rrezikshme? PVC-ja është në bidonat e mëdhenj të ujit, PVC është në bidonat e djathit, me PVC bëhen shumë këpuc, me PVC bëhet lëkurë artificiale e palltove, xhupave etj. Pra, PVC-ja shumë e përhapur. Për shkak të kostos së lirë dhe të prodhimit që ka PVC-ja, pavarësisht rekomandimeve ndërkombëtare që duhet reduktohet maksimalisht përdorimi i PVC-s, sërish nuk kemi arritur ose nuk është arritur një konsensus për reduktimin e përdorimit të PVC-s. Dakor, sepse edhe ndoshta edhe s'kemi shumë kohë, po mirë tani një pyetje për personat ose për familjet që mbushin për ditë ujë me këto bidonat e mëdhenj që u thatë, që nuk është se i përdorin vetëm një herë kur e blejnë. Po vazhdimisht e përdorin për të mbushur ujë të gatuar. Ideja e përdorimit të materialeve plastike nuk është vetëm në kontaminimin bakterial që ato shkaktojnë lëndës që përmbajnë në brendësitë të tyre. Për të qenë sa më të sigurt në përdorimin e materialeve plastike, duhet kemi parasysh që nuk duhet të rinë në ekspozim me diell, nuk duhet të nënshtrohen temperaturave të larta, ashtu sikurse dhe që të mos lëshojnë, le të themi, lëndet e rrezikshme. Në këto dy raste, nëse se në bidona, pavarësisht nëse i riciklojmë ose jo, pra nëse shishën e ujit, pavarësisht nëse e pim një herë apo e mbushëm disa herë, mbushja disa herë ka të bëjë thjesht me kontaminimin bakterial që ato mund t'i shkaktojë. Ndërsa në momentin që uji qëndron në bidon, dhe nëse ashtu siç është në bidon, pavarësisht se bidoni mund të jetë i pahapur, por ngelet për kohë të gjatë në ambiente që janë të ekspozuar ndaj temperaturave të larta apo rrezeve të diellit, menjëherë fillojnë dhe shkaktojnë toksina. Ndërkohë ne shohim vazhdimisht edhe inicialet. Po. Kjo është grupi 5, është konsiderohet i sigurt. Konsiderohet mjaft i sigurt dhe është për shishet e kosrave. Pavarësisht kësaj, edhe në këto raste edhe PP-ja çliron një farë lënde që shkakton çrregullime të sistemit endokrin. Shumica edhe polisteroli, po ashtu është një plastik që konsiderohet e sigurt. Pra në grupin e këtyre 7, siç u thash, ekziston një klasifikim për 7 grupesh. Në gjithë këto grup, PVC-ja dhe grupi me shenjën 7 janë më të dëmshmet dhe më të rrezikshmet. Në grupin 7 është një grup që futen të gjitha llojet e plastikave që nuk janë klasifikuar në 6 të mësipërmet. Që do të thotë që nëse shohim ato numrin 7, ne nuk e dimë se çfarë është numri 7, çfarë plastike është përdorur. Okej. Kjo është plastika më e rrezikshme, lexoj. Dhe kjo kategori është projektuar që t'i bashkojë të gjitha plastikat së bashku. Së bashku, 7. 7. Ajo që ju thashun me klasifikime me numër 7 është plastika më e rrezikshme. Bidonat plastike janë një përdorimshme dhe këtë nuk duhet ta komentojmë më, mos përdoren shpeshherë sepse di që përdoren shpeshherë për të mbushur ujin dhe përdoren edhe në temperatura të larta, por gjithsesi janë të rrezikshme. Unë do sugjeroja që të paktën në ambientet e shtëpisë, çdo gjë që ruajmë, ta ruajmë në një qelçi. Përfshirë ujin, përfshirë çdo gjë që ruajmë, duhet ta ruajmë në një qelçi. Mirë, Alda, unë ju falenderoj shumë. Do t'ju ftojmë një herë tjetër nëse ju jeni dakord për të folur për një temë akoma më sensitive, siç janë lodrat e fëmijëve. Çfarë kriterësh duhet të ketë një lodër e mirë për të mos qenë e rrezikshme për shëndetin e fëmijës, por e rrezikshme edhe tek përdorimi i saj. Ne sot do ta sillim përmes një materiali, e ka përgatitur gazetarja Elda Lame. Të falenderoj edhe një herë. Shihemi herë tjetër për këtë temë. Por në një material të përmbledhur do të njohim se si duhet të përzgjidhen, cilat janë kriteret si thua për të përzgjedhur lodrat e fëmijëve, apo kriteret e mira se si duhet të keni kujdes teksa ju i blini në çfarëdo lloj dyqani. Shihemi nesër bashkë në vazhdim. Kalofshi bukur. Lodrat e sigurta për fëmijët e vegjël janë ato pa pjesë të mprejta dhe pa maj, jo toksike, pa plumbë dhe që pastrohen lehtë. Ndërsa lodrat elektrike duhet të jenë të miratuara. Roli i prindërve është të kontrollojë etiketën, e cila duhet të tregojë se lodra është e miratuar nga laboratorët. Përveç kësaj,
Kur zgjidhni lodrat për fëmijë nën moshën 3 vjeç, duhet të siguroheni që nuk ka pjesë të vogla që mund të bëhen rrezik për shëndetin e tyre dhe që shkaktojnë asfiksi. Të rriturit duhet kontrollojnë lodrat shpesh për të siguruar se janë në gjendje të mirë apo jo. Lodrat e mira për fëmijët e vegjël duhet përputhen me fazat e tyre të zhvillimit dhe aftësive. Shumë materiale të sigurta dhe të përshtatshme për të luajtur janë sendet e lira që gjenden zakonisht në shtëpi si kuti kartoni, lojë me birila plastike dhe kapak, dhe të tjera thesare mund të përdoren më shumë nga fëmijët e moshave të ndryshme. Në muajt e parë të jetës së bebet në mënyrë tipike preferojnë fytyrat dhe ngjyrat të ndritshme. Lodrat që mund të arrijnë të mbahen, të thithen, të shkunden apo të bëjnë zhurmë, kukulla të buta e të tjerë. Sipas shoqatës së mbrojtjes së konsumatorit në Greqi, lodrat që ne blejmë duhet të kenë markën CE, e cila teorikisht siguron cilësinë e produktit. Këto produkte janë të testuar dhe përputhen me specifikimet e vendosura nga Unioni Evropian. Sipas kërkimeve të shoqatës së mbrojtjes konsumatorit në Greqi, iniciativa për zgjedhje në blerje u përket 61.7% fëmijëve dhe 38.3% të rriturve. Kështu rreth 90% e blerësve e deri në masën që fëmijët nuk e kanë informacionin, zgjedhin pa patur njohuri mbi kërkesat e sigurisë që duhet plotësojnë lodrat. Preferoni të blini një lodër të bukur e me cilësi të mirë, sesa shumë me cilësi të dyshimt. Në këtë mënyrë, fëmia duhet mësohet të besojë, më mirë pak dhe sakt. Lodra për fëmijë 1 vjeç. Bebet në këtë moshë nisin të ecin, mund të ulen pa mbështetje, mund të rrotullohen, vënë re, entuziazmohen me stimujt e rinj. Copa. Formuese me copa të mëdha. Kukulla, kafshë të mbushura, lodra tematike, ferma, shtëpi, familja me copa të mëdha. Makina, piramida me unaza. Lodra për fëmijë 2 deri në 3 vjeç. Materiale ndërtuese, tulla, lloqe, materiale për aktivitete arti, lapustila, plastelin, gjithmonë kontrolloni nëse janë jo toksike. Karroca apo kafshë që fëmia mund të hip. Pajisje të kuzhinës. Tablo e kavalet për pikturë ose dëras me shkumës. Tren, karrocë me pedale. Kafshët e vogla janë shumë të dashura për fëmijët dhe mund t'i gjeni në shumë lloje. Sigurohuni që kanë cilësi të mirë të plastikës. Vegla, instrumente muzikore.